Policia kufitare dhe njësia policore detare u erdhën në ndihmë nën turistëve të huaj në 2 raste të ndryshme në Imar dhe Ksamil, duke shmangur pasoja për jetën e tyre. Reagimi menjëhershëm dhe profesional i shërbimeve të policisë kufitare bëri të mundur shpëtimin e 9 turistëve të huaj në 2 raste të ndryshme të ndodhura gjatë të hënës në Imar dhe Ksamil. Në Imar, pas njoftimit të marrë nga një shtetase spanjolle se i fejuari i saj kishte mbetur në vështirësi në det në zonën e Filikurit, pasi kajaku me të cilin po lundronte ishte fundosur. Shërbimet e policisë kufitare organizuan me njërë operacionin e kërkim shpëtimit. Brenda një kohe të shkurtër u bë i mundur lokalizimi i tij, nxirrja nga ujë dhe transportimi në mënyrë të sigurt pranë pikës së kontrollit kufitar Imar, duke shmangur pasoja për jetën. Në Ksamil, rreth orës 12:45, shërbimet e policisë kufitare ndërhyn për të ardhur në ndihmë 8 turistëve brazilian, pjesëtar të së njëjtës familje, pasi mjeti i tyre lundrues tip skaf plastik rrezikonte të fundosej në zonën prapa vendit të quajtur Tre Ishujt. Falë ndërhyrjes së shpejtë me gomone dhe jet ski, të gjithë turistët u shpëtuan, ndërsa mjeti lundrues u rimorkua në mënyrë të sigurt drejt plazhit Porto Rico në Ksamil. Të dyja ndërhyrjet u përmbyllën me sukses, pa pasoja për jetën apo shëndetin e turistëve, të cilët shprehën mirënjohjen dhe falënderimet e tyre për profesionalizmin, gatishmërinë dhe reagimin në kohë të shërbimeve të policisë kufitare. Policia kufitare apelon ndërkohë për respektimin e rregullave të lundrimit, përdorimin e mjeteve të sigurisë, si dhe shmangjen e lundrimit në zona që paraqesin rrezik.